Policia e Los Angeles bëri të ditur se po kryen arrestime masive pasi kryebashkiakja Karen Bass shpalli një shtetërrethim për disa pjesë të qendrës së Los Angeles mes protestave kundër politikave të presidentit Donald Trump për dëbime masive të emigrantëve të paligjshëm. Ora policore mbulon një zonë prej 2.5 kilometra shkatror në qendër të qytetit ku janë përqendruar protesta që nga e premtja. Qyteti Los Angeles ka një sipërfaqe rreth 2300 km². Ora policore nuk vlen për banorët që jetojnë në zonën e përcaktuar, për personat pas tre, për median me akreditim ose për punonjësit e sigurisë publike dhe të emergjencës. Antarët e gardës kombëtare qëndruan në vëzhgim pas mburojeve plastike, por nuk u duk se u përfshin në arrestimin e protestuesve, raporton Associated Press. Disa orë më vonë, shumë nga protestuesit u shpërndan, ndonse përplasjet sporadike vazhduan, por ishin shumë më të vogla se netët e mëparshme. Zyrtarët thanë se ora policore ishte nevojshme për të ndaluar vandalizimin dhe plaçkitjet nga protestues që shkaktonin trazira. Trump is pulling a military dragnet. Guvernatori demokrat i Kalifornisë Gavin Newsom më herët e akuzoi Trump se ka vendosur rrjet ushtarak mbi qytetin e dytë më të madh të vendit përmes përdorimit të trupave të gardës kombëtare. Trump gjithashtu ka dislokuar Marinsa me gjithse asnjë Marines nuk u pa në rrugë të martën. Trump ka aktivizuar mbi 4.000 trupa të gardës kombëtare dhe 700 Marinsa, pavarësisht kundërshtimeve nga drejtuesit e Los Angeles dhe Kalifornisë. Fillimisht ata u dislokuan për të mbrojtur ndërtesat federale. Protestat janë përhapur në qytete të tjera të vendit, përfshirë në Dallas dhe Austin, në Texas, Chicago dhe New York, ku 1.000 njerëz u mblodhen dhe policia kreu arrestime të shumta.